Në Bashkinë e Devollit janë kryer mbi 2500 aplikime për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, një numër më i lartë se një vit më parë. Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë në këtë bashki, Ylver Bylukbashi, bëri të ditur se 150 aplikime janë për gjethe të imta dhe bletari, ndërsa pjesa dërmuese përfshin skemën e naftës falas, e cila ka edhe numrin më të madh të aplikimeve. Për vitin 2025, aplikimi i fermerëve në skema të subvencionuese, mbështetëse, si ai i naftës dhe i blegtorisë, ka qenë në një nivel më të lartë se vitin e kaluar. Janë 2550 aplikime, pra rreth 300 aplikime më tepër se vitin e kaluar. Bylukbashi theksoi se pas përfundimit të fazës së aplikimeve do të nisë procesi i verifikimit të dokumentacionit. Me përfundimin e aplikimit, njëkohësisht, AZBREA me punonësit e saj po vazhdon me verifikimin e dokumentacionit, sepse nga aplikimet që janë bërë jo nga punonësit e bashkisë dhe kryesisht drejtoria e bujqësisë, që kanë bërë në zyrat e internetit apo në aplikus privat, mund të kenë edhe mangësi. Skema mbetet një mbështetje thelbësore për fermerët, duke u dhënë atyre një mundësi reale për të ulur kostot dhe rritur prodhimin bujqësor.